Me kënaqësi ju informoj se pas një ngecje shumë vjeçare dhe punës jo kompetente të qeverisë së kaluar dhe ish ministrave të mjedisit jetësor, sot me propozim të Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, qeveria miratoi informacionin për realizimin e projektit për përmirësimin e menaxhimit me ujërat e zeza në Kërçov, një projekt i pritur për vitesh nga qytetarët e Kërçovës. Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor do të realizojë projektin për rehabilitimin dhe zgjerimin e rrjetit të kanalizimit në komunën e Kërçovës. Projekti përfshin ndërtimin e një sistemi kolektorësh dhe rrjeti sekondar të kanalizimit dhe lidhjen me stacionin ekzistues të pastrimit të ujërave të zeza, mbrojtjen e mjedisit dhe përmirësimin e infrastrukturës. E ndërmorëm këtë hap sepse qytetarët e Kërçovës e meritojnë këtë projekt. Për shkak të problemeve të konstatuara që në fillim me organizimin dhe kapacitetin e realizuesit, u detyruam të ndërpresim kontratën me realizuesit të cilët përkundër paralajmërimeve dhe takimeve të shumta nuk treguan përparim të dukshëm. Më 5 dhjetor 2024 kishin kaluar 21 nga 24 muajt e planifikuar për ndërtim, ndërsa realizimi ishte vetëm 17%. Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor për realizimin e këtij projekti do të investojë përmes një prokurimi publik shumë vjeçar mbi 1 miliard denar gjatë 4 viteve të ardhshme, 2025, 2026, 2027, 2028, pra diku 14 milion euro. Këto mjete do të investohen me mbi 20 lokacione përfshirë ndërtimin e kolektorit kryesor të ujërave të zeza Zajaz Kërçov, i cili do të shtrihet nga Zajazi deri në hyrje të qytetit të Kërçovës dhe do të kalojë përgjatë lumit të Zajazit dhe nga rrjetet ekzistuese përgjatë kolektorit Zajaz Kërçov, ka rrjete sekondare që janë ndërtuar plotësisht në vendet Trapshindoll, Strogomisht, të epërm dhe të poshtëm. Këto rrjete sekondare janë të lidhura me kolektorin Zajaz Kërçov. Është planifikuar ndërtimi i një kolektori kryesor të ujërave të zeza Zajaz Kërçov me një gjatësi prej rreth 11 km. Duhet të pranojnë ujërat e zeza nga vetbanimet Zajaz, Greshnic, Strogomisht, të epër dhe të poshtëm, Kolibar, Dllapindoll dhe Trapshindoll. Ujërat e zeza nga kolektori i Zajazit Kërçovës shkojnë në stacionin e trajtimit dhe pastrimit të ujërave të zeza. Këto mjete siguruam sepse fondet e parashikuara IPA në kuadër të programit operativ sektorial për mjediset dhe veprimet klimatike për periudhën programore 2014-2020 tashmë nuk do të mund të përdoren për shkak të ndërprerjes së kontratës për mos realizimin e detyrimeve nga ana e realizuesit, siç theksova për shkak të dështimeve të qeverisë së kaluar. Gjithashtu, dua t'ju informoj se për shkak se fondet IPA nuk u shfrytëzuan në kohë për shkak të realizimit të dobët nga ana e realizuesit, ato fonde janë humbur. Duke qenë se ky projekt është me rëndësi të veçantë, si për komunën e Kërçovës, ashtu edhe për funksionimin e duhur të stacionit ekzistues për pastrimin e ujërave të zeza, Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor propozon që ndërtimi i mëtejshëm, respektivisht realizimi i pjesës së mbetur të projektit, të vazhdojmë me mjetet tona nga buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut.